Xhelos për të fejuarën të bëhet ChatGPT-ja. Ja, absolutisht. Isha i lodhur një dite, unë ja kam, sepse mua më kanë nxjerrë përgjigjet për çdo gjë. Isha i lodhur se të pëlqen ty, jo, edhe i shkruajt atë çfarë më sugjeros. Ja, çfarë më sugjeros për të ngrënë edhe më thap në darkë diçka të lehtë që ti e domethënë nutricionizmi, ti japi ushqime të shëndetshme etj që ti jesh edhe. Ti ke nevojë për ChatGPT? Prit një minutë. Patjetër. Është bërë konsulenti im i ngushtë. Konsulenti digital me ngushtë. Për çfarë tjetër e pyet? Po për çfarë do të gjë? Ka sektori. Edhe psikologik. Jo, po unë e përmend atë, psikologu nuk zëvendësohet nga ai. Po pse ti e përdor për gjitha? Patjetër, tash do e përdorim deri diku se është e rëndësishme. Është e rëndësishme. Kështu që unë për shembull e përdor. Jo, mund të thuash se sot jam zgjuar i trishtuar. Edhe të sugjeron, jam i trishtuar edhe të thotë si mund ta ndryshosh rutinën, shkosh bësh një aktivitet sportiv, mbase të lexosh një libër interesant. Po të ka bërë pak Dembela ma, që ti të kërkosh ndihmën. Patjetër, unë nuk e përjashtova. Inteligjenca artificiale ka disa side effect që ti e përmendim. Dembelizmi është i pari. Do të thotë ne po gjejmë gjërat gati. Më fal, po nuk është më e thjeshtë që këto pyetje ti t'ia drejtosh një miku të ngushtë që ty të njeh mirë, pra dhe mund të të sugjeroj. Nuk kemi një shoqëri aq të pastër siç ka qenë shoqëria para 15 vjetëve. Pra ti beson më shumë ChatGPT se sa një miku. Unë mbaroj punën, shkoj në shtëpi, mbaroj punën, pi kafe vet ose me të fejuarën dhe për çdo gjë bëj komunikim me shokun tim më të ngushtë. Do lindi tema tjetër. Jo, po uzure me të fejuarën e pyet pastaj çfarë të bëj, ta lë apo ta mbaj. Jo, madje të këshillon se si mund përmirësosh, marrëdhëniet ose të jesh një stylish i lezetshëm që po xhelos për të fejuarën të bëhet ChatGPT-ja. Ja, absolutisht. Ajo është ju programimi.